Ju, gjyqtarët më të lartë, mbani mi supe një përgjegjësi mjaft të madhe. Jeni garant të drejtësisë, duke siguruar respektimin e ligjit, ruajtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe ndërtimin e besimit publik. Ky rol kërkon profesionalizëm, kërkon integritet dhe një ndjenjë të lartë dhe të thellë përgjegjësie publike. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meriton drejtësi të paanshme, të barabartë, transparente, efikase dhe të shpejtë për të gjithë. Një drejtësi e vonuar, në fundit, është një drejtësi e mohuar. Prandaj, roli gjyqësorit bëhet edhe më i rëndësishëm, teksa shoqëritë e vendeve tona përballen me një larmishmëri sfidash. Këto sfida, komplekse në natyrë, shpesh kërkojnë një mendim juridik që mundi të kalojë edhe kornizat ligjore në interpretim. Ato kërkojnë jo thjesht zgjidhje juridike, por edhe një frym që reflekton vlerat tona të përbashkëta demokratike. Në këtë kontekst, pavarësia e sistemit gjyqësor ka rëndësi jetike. Ajo nuk është privilegj apo ekskluzivitet i një posti, por është themel i demokracisë, garanci e paanshmërisë së gjykimit dhe kushti domosdoshëm për një drejtësi që u shërben qytetarëve. Pavarësi do të thotë autonomi në gjykim, jo shkëputje nga përgjegjësia dhe nga llogaridhënia. Ajo është liri për të marrë vendime të drejta dhe objektive, larg çdo ndërhyrje apo influence politike apo financiare. Pikërisht për këtë arsye, ajo duhet mbrojtur vazhdimisht nga korrupsioni, influencat e jashtme dhe çdo kërcënim tjetër që mund ta cënojë. Transparenca dhe llogaridhënia janë dy parime themelore që garantojnë drejtësinë, besueshmërinë dhe efektivitetin e sistemit gjyqësor. Ato janë ana tjetër e medaljes së pavarësisë së gjyqësorit dhe të dyja së bashku garantojnë standardet e drejtësisë. Në një shtet të drejtës, sigurimi i aksesit të plotë, të lirë dhe të barabartë të qytetarëve në drejtësi mbetet thelbësor në mënyrë që drejtësia të mos jetë një privilegj, por e drejtë e gjithkujt. Përdorimi i dur dhe i sigurt i teknologjisë mund ta bëjë drejtësinë më gjithëpërfshirëse, duke përmirësuar aksesin dhe transparencën dhe duke zvogëluar numrin e çështjeve të mbartura në kohë. Investimet teknologjike duhet të shoqërohen me masa të forta për të mbrojtur sigurinë e institucioneve, po ashtu me mjaft rëndësi çmohet privatësia dhe të dhënat personale të qytetarëve.